Si ke njohur bashkëshortin dhe ai ishte kriter që ti ishte Tiranës? Nuk ishte fare kriter, po ndoshta kjo ndjesia që e qetësisë që më jep dhe ndjesia e familjes vjen nga fakti që është Tiranës. Unë kam qenë studente në Fakultetin e Ekonomisë, Ajmiri ka qenë pedagog, unë punoja që kur isha studente dhe menjëherë mbasi u diplomova, përfundova studimet, fillova punën aty dhe në ambient të pune jemi njohur, kemi punuar bashkë në deri në vitin 2009, kur unë fillova si zëvendës ministre e integrimit, në vitin 2007 jam martuar, dhe nga viti 2002 deri në vitin 2007 kur u martuam, përveç punës, miqësitë përbashkëta, shoqëri, edhe po thuj se jemi rritur bashkë, unë kam qenë 22 vjeç atëherë. Cila është më vështirë, të rrisësh 3 fëmijë apo të rrish 3 mandate në opozit? Të dyja bashkë, po ky do të jetë i fundit. Shpresoj. Cila është kënga tiranëse që të pëlqen më shumë? Tani, jam e përgatitur fare për këtë lloj interviste, mendova erdha serioze me kostum për një intervistë serioze. Mua më pëlqen shumë Artiola Toska, më pëlqen shumë Flori Mumajezi. Në një këngë të tyre? Të dy, për shumë për Artiola Toska ka Lulet bukura ka Tirana, ndërkohë që nga Flori Mumajezi çon Tirana.